Përshëndetje miq. Jemi në lëmin e artit dhe të kulturës së mirëditës. Jam së bashku me një ndër miqt më të ngushtë, më frymëzues të këtij arti, të kësaj kulture, me mikun tim Murat Gjafa. Mirë se erdhe në studio. Të faleminderit. Mirë se gjetëm. Edhe pa fillu ato elozhet të mëdha, është një kënaqësi e jashtëzakonshme kjo që ti më seleksionon mua mes shumë miqve tuaj për të thënë ca mendime për mua kaq me vlerë për artin e mirëditë dhe për gjithë popullin e mirëditës në përgjithësi. Unë së bashku me ju desha të falenderoj edhe bashkëshorten tuaj, zonjën Mirela, për pjesëmarrjen e saj në këtë kuvent që ne do të bëjmë së bashku. Si fillim do ta nisim. Murat Gjafa ka lindur në Krujë, ku është arsimuar, çfarë ka mbaruar dhe si erdhi në Mirëditë. Unë kam lind me 21 shkurt 1947. Jam rrit si gjithë bijtë e fshatit të atyre kohëve. Por në kushte ekonomike dhe familjare që nuk vuanin për bukë. Pra ishte një gjë pozitive për ne. Shkollën e mesme e fillore e kam mbaruar në Burgizan të Krujës. Nga viti 54 deri në 61. Në 61-62 për arsye të koncepteve të atë kohë për ushtrinë, më lutën të shkoj profecer, nuk pranova. Ishin mendimet tona të asaj kohe. Dhe më qunë, ose më mirë më thonë, më doli e drejta e studimit në Golem të Kavajës. Një shkollë që më mërmendja i dashur Mark, me themele më të freskë, të mundshme, të konsoliduara, edukative, pedagogjike, profesionale. Për atë kohë dhe për sot, nuk besoj se ka tjetër kundë. Flas për sektorin e bujqësisë. Aty, jo vetëm që morëm njohuritë e para bujqësore, por na u fut në gjak çështja biologjike e bimëve, se profesorët tanë të talentuar, si Hydi, një Hydi, Reshat Kosturi, Gani Berberi, Fator Tartari, Liri Dushi, e të tjerë, si fëmijët e tyre na trajtonin që ne të merrim edukat, jo vetëm bujqësore, por edhe qytetare që ta them. E mbi të gjitha, rolin më të madh, më të dashur dhe që i dha impulse jetës së shkollë, ishte drejtori që kemi pas. Një profesor Lukan Tase, sot është 90 vjeç. Bile para 3-4 ditësh i festuam 90 vjetorin, që në 4 cepët e Shqipërisë ka filiza që e kujtojnë edhe sot. Pastaj fillova puna agronom në 66-ën, më fal brigadier, jo agronom, në fshatin tim. Deri në 68-ën, 2 vjet brigadier. Po brigadier si të them unë me 100 ca punëtor, brigadat. Pastaj 68-ën shkova në shkollën e lartë, në teknikun bujqësor. Natyrisht atje u hap horizonti, u hap edukata, se kishte rregullat të forta, kupton? Shkurt llafet u bromosëm për dashurinë për bujqësinë, por edhe për njëri tjetrin, edhe për punëtoj ku do shkonim, edhe për kooperativistin e thjeshtë. Kënga, kishte lidhje deri këtu me Murat Gjafën? Kënga, Libri? libri ishte, por reklama librave nuk ishin. Kupton? Për shembull në fshatin tim, qysh në fëminin time, po veçanërisht kur erdhën dritat në 67-ën, ne kemi pas vatë kulture. Kupton? Në vitin 74
Dhe ju keni qenë pjesë e kësaj vatër kulturës? Jo, unë isha sekretari e NIS në atë kohë, i shkollës, i kooperativës, dhe merja pjesë si drejtues i ri, po jo si aktivist në valle, në këngën e këto tjerat. Verën nuk e kishit Ja, u shkon. Edhe ajo që është më interesantja, që dalim aty ku kërkoheti, në 74-ën u ndërtu Pallati i Kulturës i Burizanës. Një pallat që nuk e them për murje, por mund të krahasohesh me shumë pallate kulture të Republikës. Sot ekziston? Sot është i shkatruar, por unë me qenë se po bëj një libër bashkë me Muharremin edhe me vllain e vogël, se 3 vëllezër do ta bëjmë, për prejardhjen e fshatit tonë të Burizanës, që është vendbanim iliro-romak i shekullit 32 para erës tonë. E vërtetojnë këtë edhe banjët iliro-romake, e vërtetojnë edhe të dhënat historike që aty kanë jetuar edhe nënfisi i albanëve, kupton, donantët. E kemi në librat që kemi lexuar. Edhe kemi vënë në libër. Pra, vërteton që ka qenë një fshat, edhe vërteta është, ka histori të gjatë, mos ta zgjasim, por është një fshat që është respektuar, pothuajse në çdo sistem, me gjithë luftën e madhe që është bërë. Kupton? Për traditat e tija, për atë besën e tija, etj. Këtu në Burizan që po pallati, për herë të parë, se Vatra e Kulturës e kishte grupin artistik. Po natyrisht grup me mundësitë e asaj kohe. Por u dha një koncert i madh. Dhe kush që speaker e parë do të thuash ti? Se s'kishte speaker ne. Nëse se konceptonim dot. Atëherë përgjithësi i kulturës zgjodhi mësuesën e Bushneshit, që quhej Vera Diva. Kupton? E kisha parë për herë të parë. Në atë kohë unë isha agronom në sektorin e Bushneshit, 73, 74, 75, 76. E të sektorën mësuesë në Bushnesh. Dhe për koincidencë, format e edukimit që bënim në atë kohë ne, se dhe ju jeni të moshuar dhe i mani men, kupton, i bënim bashkë, mësues, e intelektual tjerë, veterineri, agronomi, doktori, tjerë, me ta. Aty, nga bitara 300 mafër, në bankë, edhe unë johëm me fjallë. U martuam, kaluam 22 vjetë jetë bashkë. Në cilin vit, ju së bashku me Verën, keni ardhur në Mirdit? Pas vitit 76, unë kalova nga agronom në kryeagronom dhe në kryetar kooperative në Burizan. 76, 79, isha kryeagronom i kooperativës edhe, ose kryetari i degës prodhimeve që është në atë kohë, thash edhe në kryetar. Por, në 79, doli në pension. Ish kryetari legjendari i Burizanës, Morel Seva, dhe ma dhanë mua këtë drejtë, të mision, të ngarkesë. Kishit marruar edhe shkollën e mesme për agronomin, edhe shkollën e lartë. Po, se të lartën e marrua 73-shin. Pra, 68, 73. Edhe unë pa të mësua shumë ai burri Burizanës, se Burizan li është ai, ndjes pas, e kryva detyrën, ai sa munda, po them që mirë. Në majnë e 73-shit, se qëndrova 79-83 kryetar, me thret sekretari i parë i kryes, Gjemal Demylja. Edhe thot, partia ka vendosur që ti të jesh sekretari i partisë në Mirdit. Dhe në qershorin e bile më eksakt 15 qershor të 83-shit, unë kam filluar punë në Mirditën, unë mund të them pa frikë fare madhështore për traditat, për zakonet, për besën që ka. Leri fjale që fashtë të këtuk njerëzit, unë flasë për përgjithshmen. Kupton? Dhe
Ka qenë edhe Në 1983. Dhe në vitin 1987, kam shëtit si sekretari i partisë i problemet ekonomike, plan për plan tërë mirë ditën. Besoj, nuk e dim ka ngel 1 ose 2 fshatra pa i par shpesh, jo për njerë. Kam gjetë gjërat të mrekullueshme. Ta them, jo pse jemi editor ti, po ta them me respektin më të madh, për mua, meditorët janë njerëz me merita të veçanta. Kupton? Po më tregoje pak më përpara për shkollën e famit. A mund të ma thuash edhe një herë të lutem? Dëgjoj. Unë gjatë 7 vjetëve kam hasë në ca karakteristika të një dashurie për problemi që të trajtonin, por koncepti për të gjykuar ashtu siç duhet nuk ishte. Dhe në vitin, duhet ka qenë viti ma Armenia 88-89, morëm një fond për një shkollë të zonës thellë dhe fanit Mirditës. Bëhet fjalë, morët një fond për shkollën e Dardhasit. Edhe pas sa ditësh, kryetari i këshillit më thot, shoku Murat, nuk po merren vesh në fshatin. Se njëri kishte për të kaluar një garrani dhe mene në një kanal, apo lugina, si ta them ti unë, prua. Kupto? Tjetër një thot, është shtëpia më e malit, tjetër bie bora 1 metër e catje, se ishte zonë e thellë, ju e dini, i nërita ne. Edhe, e du, janë i më afër, tjetër i më larg. Unë kisha menduar bashkë me të mrekullueshmin shef të arsimit, Pjetër Dodën, që ta bënim në një zonë që të jetë si një rrezë mesatare e lëvizjes së fëmijëve. Se ne s'kena pas shkolla dimrore, që ti bëjshim vetëm dimër pushim në verë, mësim. Kupton? Nuk e mendoja fare që do të ketë papritur të tilla. Ata që më thonë kryetari i këshillit, të gjithë ata që erdhën, se 25 pikë ishte fshati, aq gati erdhën përfaqësuesit. Edhe e kupton. Se mendoja se si do të ditë konkluzioni. Por para të gjithëve, me vjen një burr, det koca, e më mend si tani emrin. Një fisnik me mostaqe, me ksul, njerëzit më të zgjuar të Mirditës. si që keni juve, me atë veshje karakteristike, një qeta. Kaq, edhe ul diku atje. Nuk u afrua, nuk... Jo. Zbato rregullat e mbledhjeve ai të fshatit. Se të priste i deleguar i sa njerëz do vinin, s'kishte kuptim. Ne s'kishim as tavolina, as karrika, se për që ishim gur. Edhe, mos ta zgjasim, u bë mbledhja. Të gjithë kërkonin ato që më tha kryetari. Njëri e duan se ka më larg, tjetri e du më afër. Mirë, thash, mbaruam. Ka kullenja. Ka mund thot i burri. Nuk foli as i fjalë gjatë kohës. Urdhra. Unë kam dhënë natyrën që nuk ka veçanërisht në mbledhje, nuk ndipras njerëzit fare. E njova. Puna e parë që më ka ngel në mendje. Fran, ku e kam në shkollën? Hasan, Hysan, tjera. Në Rosh, se i nifta, i vetëm ato shkollëtorit të viteve të 1900 ca. Po mirë, thot, sa orë larg ke pas shkollën? 4 orë. Se fliqin edhe populli me një respekt veçantë për të plakun. Kema biti. Po ti mirë, po si vezor. Ne e bin shkollën gjysmë orë larg, me nxënësin më të largët, edhe ju bëni bishta për këtë shkollën këtu. Betojmë. Unë qesha. Edhe thash, e mbyllom mbledhjen. Kupton? S'keni pse ngjoni fjalët e mia. Se fjalët e mia do çonin te ky konkluzion që shkolla bëhet këtu. Kështu që më ka ngel merak, ai burr ka vdek tani, jam interesuar, kupton? Por me tradita, me vlera, shkurta për mua. Vlerat pothuajse kanë qenë të shtrime në të gjithë Mirditën. Dhe unë për këtë kam nevojë për fjalën tuaj,
Në 87-ën, unë së bashku me Verën mbaruam Universitetin Luigi Burakuqi. Po, Shkodrës. Gjule Tërsi. Edhe e veçanta ime ishte, sepse marxizm-leninizmin unë e nëzora 10. E ndëgjove? Dhe që t'jem kreti ndërgjegjshëm dhe kreti sakt, e kam lexue, e kam konspektue, rrezik edhe sot duhet t'i kem diku ato konspektet e provimit për të dhënë provim. Domethënë, më shumë se asnjë lande tjetër, i kam kushtuar rëndësi marksizm-leninizmit, historisë, partisë, ato që kishim atëherë në atë kohë. Mbaj mend që më ke thritur përmes sekretarit tuaj dhe më ke lënë takim për në zyrën tuaj. Për? Për në zyrën tuaj, unë të vija t'ju takoja. Kemi sinqert nuk i maj men fare. Mbaj mendon. Dhe erdha, si që më kishe lënë, në orën 8 unë isha te dera, edhe më priti shefi i arsimit i Mirditës. Ti më tha, thash më ka lënë takim kryetari i Komitetit Shoku Murat. Po, tha, eja me mua. Edhe më mori në zyrë. Edhe më tha që partia të ka caktue ti jesh afër Pallatit Kulturës që të merresh me festivalin folklorik Gjirokastër 1988. Unë në atë kohë isha në Rubik. Shefi muzikës Pallatit Kulturës. Faleminderit, thash unë edhe dola. Të nesërmen më ke dërguar një sekretarin tuaj përsëri edhe më vjen e më takon në Rubik. Të ka lënë një porosi që ti të kishe shkuar pardje në zyrën e tij. Pse s'ke qenë? Atë unë ju përgjigja kam qenë. Si ke qenë? Po dje kam qenë. Po ke takue. Kam takue shefin e arsimit se më tha, po ma ka lënë mu Shoku Murat porosi. Jo, zotri. Nesër në orën 8 duhet paraqitesh te kryetari i Komitetit Ekzekutiv. Edhe unë përsëri të nesërme në orën 8 tek dera Komitetit Ekzekutiv dhe me aty gjej sekretarin e Komitetit Ekzekutiv. Ti më thot mu, i them më ka lënë kryetari Shoku Murat një takim për në orën 8. Oh, po, eja me mua. Edhe me merr me vete, më shon në zyrë. Partia ka menduar që ty të caktoj instrumentist pranë sektorit muzikës të Pallatit Kulturës Mirdit, por që do të merresh dhe me festivalin. Shumë mirë, i them. Ditën e mirë, ditën e mirë. Dhe unë duke dalë, ti sapo hyre në komitet. Edhe mu drejtove, ti Shoku Mark je më i madh se unë? Thash unë jo. Po, a e lam që do të vije par djetë më takoj në zyrë, edhe unë gjitha këtë ju a thash ju, e me mund the, u futëm në zyrën tuaj, ke thrit sekretarin dhe shefin, ke thrit shefin e protokollit Komitetit Ekzekutiv, keni hap, ja rekomandove hap vendimin e Komitetit Filandat, ke lexu vendimin, më ke dhënë emërimin shefi muzikës Pallatit Kulturës Mirdit, dhe më ka thënë të uroj suksese në festivalin folklorik 1988 dhe duhet ta bëni dhe të realizoni shumë bukur së bashku me Zef Nikolin, me Gjok Becin, me Lin Losin dhe me gjithë ata artistë që ka Mirdita. Jeni lirë, mund shkoni. Përse? Kush ishte motivimi? Duke parë se unë jam i bindur që ju e njihnit nga brenda atë problematike. Ju ndoshta nuk ju kujtohet si moment, si rast. Jo, kjo historia e emrit që asaj lëvizjes, vendimit, më kujtohet. Por, jo këto fjalë që kur ke therë, kur kam të tire, kur ke ardhë. Jo, nuk duhet ndalim te kjo. Unë duhet ndalim ke ana tjetër. Formimi i intelektualit, jo i kryetarit, i intelektualit, Murat Gjafa. Për punën që i është besuar, për ta zbatuar me ndershmëri, me korrektësi dhe me integritet.
kishte kjo të bënte thjesht me personalitetin tuaj, apo një afeksion që Murad Gjafa kishte për kulturën, për artin, pasi unë kam parasysh Verën. Vera ka qenë e para që më ka thënë në 87-ën, Mark, në Mirdit ekziston një kalate ute, po unë nuk arrita do të fus në festival. Sepse nuk e kërku me Gjokbesin, s'lam dokumenta, s'lam libra s'lam njeri pa pyet dhe nuk po e gjenim se ku është. Dhe në fakt, kalajat e utës u gjetë, e kam gjetë në 2010-ën a 12-ën në male të Mirditës. Pra, Vera kishte informacionin e sakt. Murad Gjafa, si krye mundësin të dilte nga guacka e partishmërisë, dhe unë sot nuk kam asgjën biografi. Por në 83-shin, ua kam thënë, kur kam plotësu dokumentat pasi u martova me tonën, kam gjetë në dosjen time, fleta e pare dosjes ishte shoku Mark Gjoka, nga Kulla Gjiu i Mirditës, gjyshi i tij ka vdek në burg për vrasjen e Barduk Bibës. Si ka mundësi që Murad Gjafa ka përcen gjithë këtë hendek dhe në shtator të 87-ës, 1987-ës, ju me keni emëruar shefi muzikës Pallatit Kulturës së Mirdit. Jo më frandë, ti, Mark. Njerëzit nuk e kregjelloj. Kupton? Dërki me qene, edhe kuadrë, edhe intelektuale, tjera. Dikush mendon gjërë, dikush mendon shkurt. Kupton? Por ka një logjik. Ti ishe instrumentist i Mirditës. Kishe qenë disa festivale, apo jo, para meje, që kam ardhur. 178. Ashtu, në Gjirokastër. Atje ishin 78-83 akoma s'm kishte dalë biografia. Edhe unë kam pas një respekt jashtëzakonshëm. Në 78 kam qenë udhëheqësi artistik i festivalit. Pa shikon pra. Pra ishte një peshë shumë e madhe, 20 vjeç. Unë këto i dija në logjikën time, vetëm për një kusht, me një arsye. Festival, rapsod, e bile zakonisht, ke pasur gjithmonë kryetar të burrave, kryet burrave, të Raçet të Lisë. Ky këndo para në Hoxhës në Gjirokastër. E ne i përmenim biografin. Unë kam qenë kundër tyre dhe i kam të batuar me ndeshmëri, me sinceritet, pa asë një lloj, do të tregoj një histori pastaj, pa asë një lloj paragjykimi. Se ti ku kontribo për këtë punë. Dhe në qoftë nuk i keni vënë re ndoshta ju historisë jetës tonë, por pas viteve 80, bile, edhe që më para, filluan të distancohet partia nga ato rreth një ngushtë deri 4 breza biografi e keqe. Por, kishte edhe midis nesh, nga sektarët e ndryshëm, që e shikojshin hala në të vjetë gjilpanës këtë punë. Pse të bëra? Pse të bëm? Ishte vendimi i komitetit ekzekutiv, jo dëshira e Muratit vetëm. Përgjigje si qush ajo. Shefi muzikës. Shefi muzikës. E para punës, unë të kisha pa me kohë në për festivale. Se pater televizori, në vitit 77, 78, 80, ashtu. E dyta, ata koqen e aty, nuk gjova e fjallë të keqe për ty. Kupton? E treta, që për mua është një vlerë e jotja, në shkove të në kohë shkuni për një padrejtësie, për një gjë për gjë. Kupton? Dhe besoj se të kam dhënë hak. Unë sot për atëherë të falenderoj. Por unë desha del pak më gjërë se sa emri Mark. Sepse ju keni ndihmu Gjokbesin. Ja, do të thoj një gjë sa e lash më ngot. Po? Më the për vallet, e për këngët, e për këto. Po. Tradita jonë borizane, edhe ke ju, me siguri, ka qenë e tillë që kur na vinin miq, jo vetëm për dasma, po kur na vinin miq, fije miq, të ishëm si e thonë fjallës. Prindit e mi, gjatëllarët e mi kanë qenë 5 veta. Fëmijët e tyre ishin bërë burrat martuar. Pra, jetonin bashkë 45 njerëz. Nga këto, spaku të 10-12 ishin burra.
martuar e prej tonë në gjallatën. Dhe kur viti miku, atë natë kërtiste qiftelia, me këngë, me lojra, me gjërat, ka qenë tradit. Ne vetëm merrnin pjesë, si kalamaj, se që këtore fëmijët e vegjël për këtë punë. Më vonë u bon këto që thamë për vatën e kulturës. Unë tash isha drejtues rinie dhe merresha me organizimet, po jo me aktivizuar vetë. Kur edhe në mirë ditë, ndryshonte puna. Edhe për përgjegjësi politike, edhe për përgjegjësi morale. E kam një fotografi bile me nepin tim aty, të dhënë një shfaqje të sheshi. Kupton? Ju kishit traditë të çuditshme, shumë ekspozuar, shumë burrore, shumë dinamike, domethënë. Kështu që më duket se kjo futi edhe te krymbin e dashurisë që mjedistorët meritojnë të dalin edhe në festivale më mirë. Dhe që ta shtoj muhabetin, se hapet edhe Oreksi. Kupton? Unë në festivalin e 88-s mund të kem marrë pjesë në disa zona kur jepshin shfaqje. Diku me atë, si ta them ty, elogjin e kryetarit, kupton? Diku pa e ditë kush fare. E dëgjoja në Kornesh, në Përlat, në Kaçinar veçanërisht. Kupton? Në Rosh nuk ka rita të shkoj. Munaz? Në Munaz patjetër, po që po. Dhe pastaj kur erdhi festivali, që bëjshim garat, Se kush? se cili kush do të më zgjidhen njerëzit, më duket se ka qenë dhe fotoçomi atë ditë. Më duket, nuk e mbaj mend. Në mirë ditë. Kupton? U dha festivali. Dhe më duket, nuk kam i gabuar, që ndër të mirët ishte Kurnesh. Kupton? Marrove konkurimin me Kurneshit, edhe më thot dikush, po më duket se Gjoka. Që e kam shënuar edhe në librat e mia si një rast të çuditshëm, po tashu. Prena, Kola, kanë qenë dy tjerë, nuk i mbaj mend emrat. Kupton? Par dje kanë varroz Xhaxhan, Prena, e vëllezrit, Kolbeci me shok. U habita. Sinqerisht u habita. Se ne kemi traditë që i shtyjmë këto të mira, që ose ndodhin gjëra. Se tradita ka qenë, jo tradita, po respekti për të vdekurit. Po vdik njeriu kur jeni dasëm, e ruajmë aty atë natë, nuk e bëjmë zhurmë, i smurë jonë, është i smurë, po familja ka dasëm, e ruajmë, e përjojmë që thëshim ne gjithë natën, kupto, dhe mortja hapesh, të nesërmen. Ndërsa këto, sot varrosin njeriu në vetë, nesër vjen Edhe integrohet. festival. Kjo më bëri shumë, jo më bëri përshqipit dhe preka. Si që jenë grupi, nuk ima me 7, 8, 9, sa të shu, edhe i them, më duke se gjohës lirë, mi vje ke zyra. I mora ke zyra, ju dhash kafe në ngushëllimit, i falenderova, kupton, edhe sot ma kujto Kola, nuk e harro. Është e vërtet. Është E kupton? Mu më ka thënë Gjela. Mu më ka kujtu Gjela. Shiko, unë kam qef të them, vetëm ato që janë të vërteta, jo të zbukuroj. Sa ka ndikue profesoresh Vera Gjafa në dashurin tuaj për artin dhe kulturën e mirëditës? Sepse gjatë kohës provave, ne verën e kishim non stop aty. Bili se pa taftu që të bëj pjesë, jo. Kështu që për mu ishte fat, sepse ishte një rrugë e shkurtër për të ardhur tek ti gjithaj problematik që kishte festivali. Dëgjoj. Ja kam thënë edhe Mirelës. Nuk bëj gabim që të them që janë salduar me njëra tjetrën. Dëgjove? Vera ka pas një natyrë të çuditshme. Që aktivitetet e kulturës, edhe në Borizan, që thash ishte spikria e parë, pastaj krijuam një grup gati me 100 sa veta trish,
ishte dhe Vera mësusja aty. E kam edhe në fotografi si aktore. E fshati dikur vaktit. Kupton? Dhe natyrisht këto ndikonin edhe në muhabete që bonin bashkë. Kupton? Jo, për shembull unë kam kalu shumë edhe sekretar të komitetit partisë, edhe sekretar të parë, po edhe kryetar komiteti, po edhe sekretare shefa. Ju keni pas një dashuri të veçantë, ndryshe. Domethënë ju ishit më afër fjalës, këngës, vallës, ritmit, nuk vishit nga ato pozitat e partisë, nga lart. Vishe paralel me ne. Po në fundit, pse bëheshin ata? Po të ishin mirë, dilshin mirë ata, do nderoheshim dhe ne. Apo jo? Po. Por kjo ishte interesi. Se mirë dita u mësum, ne? Unë parë dhe që ju fitut, më duket në 7 vite. Tetën e qka? Flamurin. Vënd të nderin. Çmimin e parë. E kupton? Atëhere, pse mos luftonim ne për këtë punë? E kupton? Se ka të bëjë shumë kjo edhe me atë, kur një kuadër, jo unë, janë dhe të tjerë si unë, e vlerëson punën e tjetrit poshtë. Unë që kam pas parimin tim, nderojmë edhe ne. Dhe në qoftë se nuk t'il hatri, Ju të lutem. ta shmangi minutë këtë, të tërgoj një histori tjetër. Me vje Pjetër Dona, edhe më thotë Murat, du me bo nesër një mbledhje të emulacioni socialist kooperativës, e do t'jap edhe X-it, një baridhish, një vepër të nëvërhoqët. Këto ishin emulacioni jonë atë kohë. Se disa ngorojnë për t'i thonë, jo më të themi, se ka qenë kjo, edhe ka ndikuar në marrësinë e punës në atë kohë. Sa e këse marë? Letra. Tek X-i. Kështu. Qa ke bo? E di që biografi e kaj. Po, a i merë 150 litra që umër për dhi. Ndërse komunisti jonë merë 100. Për koktima. Prandaj, a e meriton. Unë bëllë më beti. Nuk patëm konflikte gjëra. Të nesër po shkojshim për Kurnesh. Bariu shkret, sa na pa, mes rrugës. Në Antali, vepër në ndorë. Jo se ishte libri me Hoxhës, po ishte ajo vlerësimi jashtëzakonshëm. Që ju kishit bërë. Shumë e vërtet. E kupton? Edhe ai thotë, kam lexuar 100 faqe mram. Pra atë kohën tonë, ishte një respekt, një edukat, se ai që do ta ngjojë ndoshta këtë bisedë do thotë, ky ka luajtur me hala me atë kohë. Po ajo kohë ka qenë. Kupton? Ka qenë një vërtet. Ne kështu bënë detyrën tonë. Ka qenë një vërtet. Edhe i thash X-it, e shikon? Përveç se në qoftë ai ka qenë biografi të keqe, punon më dhit, po ka lexuar edhe vepër më mirë, më me vëmendje, si një akt respekti për ta. Unë nuk më mend, nuk kam qenë i angazhuar kur janë në komitetin e partisë. Me këdën, Jo, kur në komitet, kur kërë në komitet ekzekutiv. Kur erdha në komitet ekzekutiv, e porosiqa shefin e kulturës tonë. Kur ishte në komitet partisë ne të vjedhshin përmes verës, sa mund të merrnim? Kupton? Dhe arrinim që të gjenim atë dashurinë dhe respektin tuaj për këtë punë. Përmendet i kum duket Lindocin, Indieri. Unë e dija që është antar i Pallatit Kulturës, një piktor që mirdita nuk e dija ka arrit akoma apo jo. Edhe më thot një kohë, ka vdek një shkretja dhe si vërtetoj nështë do të fjalë të ati. Që ti thot ai, Shoku Murat, jo kryetar, Shoku Murat, kishëm e qik për Pjetrit edhe afinitet. Të them të drejtën, punojmë lirë, me qef. Kupton? Prandaj ju faleminderit që vjen shef, se isha në studion e tija. Unë e kisha edhe për detyrë, për t'i respektuar, për t'i mbështetur. Një detyrë nuk është bën nga ata pararësit tuaj deri në atë kohë. Nuk e di se, u flas me vetë time. Ashtu se kurse kam bërë, jo për mendje madhësi, jo për kështu.
me çdo brigadë është të gjitha koprat, të gjithë Mirditës, që rria në Fan 2-3 ditë, në Kaqinar 2-3 ditë atje, pashku brigadë në brigadë, kopsht në kopsht, qerdhe, e mëra. Nuk e them për mburje. Ishte, si që jam thonë, shkojmë këto kryetar kooperative Borizane, në çdo brigadë, që ishin 20 të sa brigata, ashtu isha mësuar atje, edhe me dukesh si pak. Edhe bile këto mund të kemi hyrë gjuna verës, se rriti vetëm me vajzën me mozën, në shtëpi, i net, dënet vetëm. Pak më përpara, Mirela po më fliste për një rast për 3 fëmijë nxënës që ju i keni ndihmuar, që kanë qenë me biografi jo të mirë, dhe ju i keni ndihmuar që të arsimosh. A na e tregon edhe një herë? Marku, e para punës njerë, ishte e shkruar e zezë mbi të bardhë, që në shkollë të lartë mund mos i çojmë, por duhen vlerësuar. Ky ishte orientim partie, apo nga... Ja, ishte edhe orientim, por, së di se ta them, njerëzit e ngushtë, në gjykimet e tyre, kupton, edhe pse ishte orientim, ish mangëshin. Pa drejtësisht, për mua. Kupton? Kjo që është që unë që farë shkollë, edhe më janë mirënjohës edhe sot. Dhe si ishte rasti? Do të ndjojnë ata, do ka pyjtë në thotë. Pa emra, nuk ka rëndësi. Pra me mirë, po se pas harrua lakë këte. Jo, s'du të harruar. Do më thonë X-i. Po. Kupton? Ato ishin kretë bedhjeta. Nxënësit. Nxënës shkollës mesme. Ju takote me shkollës lartë, të gjithëve të zgjidhin bursat. Kupton? Ishin catë shkollës mesme të Kaçinarit, catë Përlatit, catë të Krupneshit. Kupton, të vëllën shkollës mesme ku ishin ekzistonin në atë kohë. Edhe unë i mlodha bashkë me shefin, ju thash, fjalët shkurt, nuk jo që do të shkollë të lartë, me thoni, ku do një shkollat mesme? Në shkollat profesionale, dikush shkoj për rrobaqeps, dikush për kovaç, dikush për mekanik, dikush për shofer, se 10 ishin. Kështu që i kam quajtur dhe sot e kësa gjithë thash jam mirënjohës. Dhe i stabilizove të gjithë, edhe pse ishin me biografi, secili ku kishte dëshirë të shkonte. Me sa më e mendon se kanë kaluar 40 vjet. Janë të gjithë në një profesion. Si që ata dëshironin. Si që më thanë mua. Përshtypjet e Murat Xhafës për këngën mirditore. Këto kanë qenë korifejt e kulturës atë artit në Mirdit. Se i tillë shumë material sjellës, jak Tuci, po ka qenë jo pak si instrumentist me çiftëri Frani Vorfi. Fran Vorfi. Po. Apo jo? Po. Ashtu. Kolzefi. Dhe jo fal. Një nga këto krimtarë, krijuesit të tjerë ka qenë edhe Servet Sara. Servet Sara. Apo jo? Po. Me sa më menon. Po. Por Gjok Beci është njësh. Por këngët i jashtëpartisë, se shumë njerëz kam dëgjuar dhe kështu sot. I ka kënu partisë, jo mërja. I ka kënu partisë, si ja thotë zemra, për ato që mendon të ai, por ka këngë të tjera që duja që të shkullin nga vendi, Mitsokolin, për shembull. A ka zot në atë të thotë kur e fjalë për ta? Edhe s'kishte lidhje me partinë. Ose pikërisht pra, edhe kënga jote ajo Del Syzeza? Del Syzeza. Si vendlinja? Si vendlinja, jot nuk ka. Ke dalë në një herë në Valmor? Jo? Si. Unë kam qenë në Konor Valmor, kam qenë të Kroj Bardh, kupton, në Pjeshtë të Oroshit, ku ka pas qenë nga Lioni, që në botë të djathin, Bagjen. Hejta, ima më kujtojnë tani, se i kam marrë gati ka qko. Shumë bukur, shumë bukur. Për ne. Një mesazh për brezin e ri të Mirditës.
që kam dëgjuar dhe bile e kam popularizuar për dje, për nuk e di, kanë disa gjëra shumë artistike, shumë të rira. Kupton, shumë të rira. Por këtë që thua ti, unë më thëmë vetëm kaq, që luma i që ka jetuar mi ditën atë kohën. Se këngët e saj, thellësia e përmbajtjes së tyre, jo vetëm për partinë, se shumë njerëz kanë frikë me përmend këtë fjalë, por edhe për punën, edhe për herojt, edhe për tjerë, vështirë rreth e djesh. Për mua, nuk e njoh Shqipërinë tamam, por vështirë rreth e djesh. Murat Xhafa, të falenderoj me zemër që u bëre pjesë e kësaj dite, të ditës kulturore të artë dhe të kulturës së mirë ditës. Turoj shëndet, jetë gjatë dhe sa më shumë krijimtari. Tani me qenë se dolëm te krijimtaria, i autori 5 librave, të cilët ne i kemi këtu në tavolinë. Nuk po të pyes kush është libri më i dashur për ju, sepse jam i bindur që ju i doni të gjithë. Por kush është, cilat janë projektet e së ardhmes, duke na treguar edhe ato që ke realizuar deri tani. Unë as që më shkon të menja në herë që të shkruaj libra. Nuk gënjej. Por që me të butallave kur në rinis, kur isha në shkollë të mesme, kam pas bë poezi. Disa. Edhe në shkollë të mesme. Edhe në shkollë të mesme. Mesme, në vitet 63, 64, 65. Dhe kam dhe originalet, këtu, kam vënë ca edhe në këtë librin Udhëtim me zemrën. Për shembull, Udhëtim me zemrën e ke këtu. po. Vendit tim, i varfër ishe dikur, me njerëz të paditur, më keq t'ju bëre armiqt kur zaptun, të mokuarit, të prishën, të rënuan, të dojën, të poshtrit, të sakatuan. Çdo gjë kishte gjë shkret. Ma mend pa ato vitet e asaj kohe. Se kështu na kishim mësu. Asgjë s'kishte gjallërim. Kështu ishe pra dikur gjendja e vendit tim, që kur e shikoje të fuste tristim. Kështu e kishin katandisur atë, katilat të liqt, tradhart, hajdut dhe pashallar. Por ja, një ditë u dha kushtrimi, e gjithë mali ossetiu, armiqve i kallit merrin, që më njëherë i përpiu. Pse vallë ky kushtrim? Nga doli ky burim, mos vallë, e solli Perëndia. Jo. Askush, vetëm në Shqipëria. E lanë tjera. Shumë e bukur. Flas pratë. Si kjo ditë e shenjtë ke festuar, më shumë se 2 dekada. Në moshën e rinisë e me të dytë, e atë të dytë kur ishe flutur e sot pa flatra. Kështë dalë penzion. Ja, 2004, ka qenë jë mësuse. Kupton? Ndër vite, breza fëmijësh edukove, që po çdo 7 mars i e gëzuar, se breza nxënësish të kujtojnë, nuk janë asgjë dhuratat e tyre para buzëqeshjes që dhurojnë. Me shpirt festën të uroj unë. Kupton? Edhe si çdo vit lule desha të dhuroj. Por sinqerisht dyqanin pa lule gjeta, prandaj në këtë në këtë flet po ta skecoj. Dhe shiko, është katet si prisht e vërtet. Tuar nga shtëpia në darkë. Harrova që është 7 marsi. Si atë dyqan të qenë marr. Kupton? Luleja e skituar është lule zemre, se dora rrëvizon ndjenjat e veta. Është shumë e virtuoze, më lirë se lule e vërteta. Shumë e bukur. Shumë e ndjerë. Shumë e ndjerë. 5 stave për këtë tjetër, se edhe kjo e di që do të pëlqej, po ta dish se domethënë e kemi dash njëri tjetrin, aty e kthem rrapsh, dhe kjo është më e rrezikshme. Se kur më dha fjalën, se harrova me ta thonë atje, më tha,
unë nuk hynë në shtëpinë tënde, pa qujtë trufë lule ke vera. Ajo ishte njerëka ime, kjo ishte shemra saj, se është njerëka ime. A ka gjë më të madhe për mua? Nuk më la me vonë, të pëtohem, Jo, sepse a ishte pjesë e jetës Muratit. Ajo t'ishte gjallë, kur mos ishte njohur, po ajo ta jeton të jetën. Edhe ishte respekt për Murati, pavarësisht se atë unë nuk e njeh, nga këto që shkruante Murati, edhe më dërgoi, atëre nuk ishim lidhje kështu, po që thjesht më kishte thënë disa fjalë, i thash që pa fol me fëmijët, pa vendosur me kalamajt, nuk t'jap fjalë. Edhe më kishte dërguar varrin e verës, edhe citatin që kishte bërë atje, edhe më mushën syt me lot. Shumë kuptim, njeriu kur martohet, Është pjesë e jote. Tani do të... njerëzit urimi i parë që thonë kalofshi jetë lumtur. Shumë e vërtetë. Ton, kjo ka shumë kuptim, është për te Fjalës. për te fjalës. Të fundit, Ton, se ka raste dhe mund ka ndodhur edhe shumë çifte apo shumë vajza apo shumë djem, se nuk janë vetëm vajzat që vuajnë, po ka dhe djem që vuajnë. Ashtu është. Ashtu është. Themi atë realitet. Është vërtet, është vërtet. Edhe, po kjo është një vlerë. Kot nuk e ke emrin Mirela, kot nuk ta ka ngjitur emrin Mirela. Është emri më i bukur. Po i dashur. është 5 reshta ka. Në gëzimin e festave 7-8 marsit, kjo i tako vitit 2010. Dhe atje gjallë, verën e ka prezent për çdo gjë. Zoti ju bekoj. Gëzohu grua, Zoti ju bekoj. shjoj vitet, sa ta ikin e nuk e këthim. Çdo ditë të tyre të shtojnë rrudhat dhe thinjat në preqërim. Janë bujar, e jo qef metës. Ikin vetë e lën njerëzimin. Duket kjo është moto e jetës, se pas saj është trashëgimi. Vargjet e funit, qeshu pra e dashur grua, gëzohu e hidhu në vallëzim, se do t'jemi mishë thua dhe në jetën pakthim. Projektet e Muratit. Si poet, si studius, si shkrimtar, si krijues, çfarë idesh ke? Domethënë, a ke akoma ndonjë ëndër të paralizuar? Marku, unë nuk e maj mend veten, nuk e maj veten as për poet, as për shkrimtar, as për gjë, kupton? Por nxitja e problemeve të jetës sot, eksperienca gjatë në jetë, më kanë detyruar, më kanë shtyrë, jo detyruar, më kanë shtyrë, që unë të bëj këto 5 libra, që kam sot. Kam edhe 2 në dorë, kupton? Që flet për jetën time e për traditat të tëra nga Baku i Nanës, edhe kam edhe 2 kapitje pa marru, dhe në ditët që inshallah jemi gjallë. Ajo ka përqenë më e mirë librave. Pastaj lindi shumë ndërmende gjëra të tilla, po që i kam domethënë këto një, është libri i fshatit që thash një herë, jo ajo duhet fshatin tanë, se kjo është për traditat e fshatit tonë këtu, po për historinë. Besoj këtë vit mund të dalë, mund. Kupton? Por po të kemi jetë. Nuk është çudi që mund të bëj edhe ndonjë libër me këtë titull. Kupton? 3 veta, 3 zemra, 1 shpirt. 1, 2, 3. Po mund da. Unë të falenderoj për të gjithë intervistën tuaj dhe shpresoj që shumë shpejt të jemi në promovimin e librit për 3 veta dhe 3 zemra. Shumë faleminderit për mirëardhjen,
respektin, ju falenderoj jashtë mase, jeni shumë të nderuar.